tash shkoha për debatin në studio, që kom përmend në fillim të emisionit, që reality show Big Brother nxjerr shumë deklarata që bën virale edhe në rrjetet sociale, sepse dhe banorët janë në qendër të vëmendjes. Që do të ndalemi pak a shumë te ky fenomen edhe çysh ndikojnë deklaratat e banorëve VIP edhe në shoqërinë tonë. Për më shumë kemi diskutuar në studio bashkë me Paulina Nushin Muaxhirin, gazetare feministe, opinioniste. Mirëmëngjesi Paulin, Knaci dhe për mua, gjithashtu edhe me psikologën Antigona Qenaj Sejdio, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, faleminderit. Mirë se erdha Antigon. Gjithashtu edhe kolegun tonë të #gjesit Leonarda Zemër. Me thonë mirë që u gjeta, mirë se erdha. Mirë se erdha. Mirëmëngjes. Paulin kështë e ngu që shpona i thonë bjemna. A të uqin a qka? E kanë marë mësimin tash, po i dojmë dy. Kanë herë mu po më thojmë vishë Sejdio, më thonë veqena i më vjen ma letë, po Sejdio dishysh po më do këtë si më në herë, se po më ka përcejet. Po, feritësia. A ki që me Antigon Qenaj Sejdio. Okej, të dyat. Të dyat. Jemi në një linë. Që sheni fillimisht? Mirë, faleminderit. Mirë. Faleminderit shumë që keni gjetë sot kohë me ardhë dhe me folë paka shumë për fenomenin e Big Brother, se kështu është e pashmangshme mos me folja dhe gjithashtu për deklaratat që bohen brenda aty, pastaj bohen virale në rrjetet sociale, po duhen alë pak të kjo e fundit, Brikena, banorja në Big Brother VIP Albania, është një ndër preferumet e publikut deri më tani, shkon shumë mirë, por një deklarat ka qenë pak shqetësuese e saj, që ka thënë për një shuplak nuk e prishim martesën. Tërgam një qysh e komentojnë këto? Fillimisht deklarata e Brikenës është thirrje për normalizim të dhunës, sepse unë nuk e di nëse Brikena ka dëgjuar rrëfimet e grave të cilat janë dhënuar. Asnjëherë asnjë grua nuk më ka thënë nga shumë që kam intervistuar se dhuna ka filluar me një dhunë brutale, gjithçka ka filluar me një shuplak, duke arsyetuar dhënuesin, kështu fillon cikli i dhunës, pastaj vjen shuplaka e dytë, që është më e fortë sepse të parën e durove dhe kjo e dyta duhet të jetë një mësim, pastaj vjen shuplaka e tretë, e pastaj vjen dhuna edhe më e madhe, edhe kalon pastaj në dhunë qoftë edhe seksuale, dhunë psikologjike sigurisht, dhunë financiare e të tjera, dhe në këtë rast gruaja fillon e dal nga dal, e humbet vetbesimin, nënshtrohet ndaj dhënuesit dhe në këtë formë bëhet pronë e tij. Dhe në momentin që një figurë publike që është në një format i cili ndjeket 24 orë në shtat e bën një deklaratë të tillë, unë mendoj që kjo është përveç se skandaloze, është ose e pamenduar mirë, ose nëse me të vërtetë Brikena mendon në atë formë, unë besoj që ka kohë për të reflektuar dhe kur të dalë jashtë ta kuptoj se çfarë gabimi ka bërë. Nëse është pjesë e lojës së saj, mendoj që është mëkat i saj. Është mëkat i madh që ta fusësh brenda lojës një deklaratë të tillë që ajo shumë mirë e di që do të zgjoj reagime jashtë në mënyrë që të përfolet. Nëse e ka bërë me këtë strategji, unë mendoj që është mëkat i madh sepse sigurisht kjo shkon në disfavor të grave të cilat mund të jenë viktima të dhunës. Dhe unë gjithmonë e them, çka nëse është një vajzë e re e cila sapo e ka përjetuar shuplakën e parë, e dëgjon Brikenën dhe thot, po hajde se po e fali. Se sigurisht edhe Brikena që është atje brenda dhe ka po ndoshta më shumë është në një format, e ndikon automatikisht sepse është në një fazë që disi dëshiron të arsyetoj dhunuesin. Ajo çka duhet ne të kuptojmë qartë është që dhuna në një martesë nuk arsyetohet për shkak se ndodh në martesë. Dhe dhuna nuk është problem mes çiftit. Dhuna është problem i shoqërisë. Prandaj duhet të involvohet shteti. Kështu që në asnjë moment nuk duhet ta konsiderojmë dhunën si diçka që është shumë private, diçka që është e izoluar, diçka në të cilën ne nuk duhet të përzihemi. Jo, të gjithë duhet të përzihemi aty ku ka dhunë. Të gjithë kemi të drejtë të reagojmë aty ku ka dhunë. Dhe nuk ka arsyetim të asaj se janë gjëra mes çiftit. Gjëra mes çiftit janë të tjera. Në momentet kur ka dashuri, respekt, kur gruaja nuk shkelet, nuk dhënohet e tjera, atë normalisht që sigurisht askush nuk ka të drejtë të ndërhyjë mes tyre. Por në momentin që ka dhunë dhe të tjerët nuk reagojnë, atëherë të gjithë ata janë pjesëmarrës. Ndërsa kur bëhen thirrje të tilla ose promovime të tilla si nuk prishet martesa për një shuplak, mund vjen keq për nivelin e një vajze që është 25 vjeçare kam përshtypjen, është bërmis, ka ardhur deri në një pikë ku është në një reality show shumë e përfolur, është shumë e pëlqyer në anën tjetër për pjesën tjetër të lojës dhe e bën një deklaratë të tillë. Unë thjesht po uroj që kur Brikena të dalë jashtë të reflektoj dhe
t'ju drejtohet të gjitha grave me një kërkim falje, sepse u ka bërë një kërkim falje. Antigon, mundet me qenë që Brikina, për shembull, pas kësaj deklarate që e ka thënë, që po dhe Paulina, mundet me qenë për shkak të lojës që e ka bo, apo ndoshta edhe ka mujt me pas dhunë familje Brikina, për shembull, ka mujt me patë ndonjë familjarë dhe ka thënë që okej, për një shuplak nuk prishet martesa, sa përshë kanë vazhdu edhe familjarë. Po mendoj që ajo po tenton shumë të tregoj një imazh të një personi të mirë, familjar, të edukum ku dion, edhe e pata përshtypjen që tendenca e saj ishte pikërisht në suazat të kësaj figurës së saj me prezantu edhe se ajo mbështet familjet, edhe një shuplak nuk duhet me shkatru familjen, që është totalisht një deklarat e gabuar dhe nuk duhet me u thonë në media, sepse ashtu si shta Paulina, gjithçka nis me një shuplak, një person i cili t'jep një shuplak tregon shumë për atë person. Ajo shuplaka tregon shumë për personin i cili e ka shkaktuar atë, sepse një person i cili është në gjendje stabile emocionale, që mundet me kontrollu veten e tij, që dashuron dhe është një familjar i mirë, ai as nuk e mendon shuplakën, por thjesht është u mendu qysh me bën një zgjidhje në situata tensioni. Gjitha çiftet mundojnë me pas probleme, mundojnë me pas zënka, mundojnë me pas situata tensioni, vështirësie, por dhuna asnjëherë nuk është forma për me zgjidh ato, dhe nuk tregohet burrëria me një shuplak, dhe nuk tregohet as sakrifica për familjen nëse ti duron një shuplak nga kushdo qoftë. Kështu që një deklaratë e tillë natyrisht nuk duhet me qenë prezente në media, por që sot po shohim gjithçka në media, secili prej neve që kemi një telefon, kemi një media në dorën tonë dhe si po e përdorim, pastaj janë çështje për cilat ne po diskutojmë. Por për te deklaratës e Brikenës, formatet Big Brother janë duke shfaq shumë njerëz të dhunshëm dhe po e them me përgjegjësi të plot, sepse në dhunë nuk është thjesht ajo shuplaka, po duke u thirrë në suaza të lojës dhe duke arsyetu dhunën si ky është një format i cili ka presion psikologjik, i cili duhet me duru presionin psikologjik, në fund ditës a themi që është një lojë, edhe futbolli është një lojë dhe a tolerohet dhuna në futboll. Janë ato kartonat e kuq që dikush i vendos rregullat, edhe ky format duhet me pas rregulla dhe mendimi im është në këtë format nuk duhet në asnjë formë të futen njerëz të dhunshëm, nuk duhet të futen njerëz që kanë predispozita të shfaqin dhunën aty. Prandaj kalojnë ato vlerësimet psikologjike dhe produksionet duhet i marrin parasysh. Unë e di që si tash po flasim nuk është media ajo që duhet me na eduku, po nuk është media as ajo që duhet me na terrorizu. Sepse po flasim për dy emisione shumë të ndjekura që janë Big Brother në Kosovë dhe në Shqipëri, dhe secili prej familjeve tona të paktën një herë në javë ka me pa një prime nga njëri prej këtyre dy emisioneve dhe çka po shohim? Po shohim zhurmë, po shohim dhunë, do të thënë po shohim që ata të fortët po mbijetojnë, po marrin pëlqime, do të thënë jemi të fol për një degradim të situatës mediatike, që mendoj që edhe mediat, edhe gazetarët, edhe profesionistë e shëndetit mendojnë në këtë rast duhet me reagu. Nuk duhemi me normalizu dhunën, se sikur jemi mësuar me na u duk gjithçka normale. E kuptoj që kur rritesh në ambiente të dhunshme, ajo bëhet si survival mode, si formë e mbijetesës. Do të thënë ti duhesh në çat formë mbijetu dhe pastaj të duket shumë normale dhe ti thjesht veç lyp mekanizma qysh me u gjin në atë situatë. Por s'kemi nevojë me jetuna në këtë model, sepse mjaftueshëm kemi qenë popull i shtypun, i dhunum dhe kemi të drejtë me marrë frymëshlirë tash kur jemi të lirë. Leo, po besoj edhe ti ndoshta pak a shumë mundesh me i përcjell banorët e shtëpive të Big Brother Kosova edhe të Shqipërisë, ku deklaratat e tyre bojnë shumë buje, kjo e fundit ka qenë pikërisht e Brikenës. Qyshe cilëson ti këtë deklaratë? Formatet e tilla normalisht që sjellin shikueshmëri të madhe. Problemi është atë që është shumë e vështirë me u filtru
gjithçka që më u shfaq në 24 orë. Na që jemi profesionista të medias, që jena për çdo ditë thuajse në televizion, e dim se sa shumë na vyn punë, na punojna domethënë krejt pjesën tjetër ditës, për momentin që të kryhet gjesti që tash. Deri nesër na punojna veç për çet minutazh të cilën e kemi në hashtag gjesti, edhe e dim se sa shumë kërkon mund, sa shumë don përkushtim që me mrri me qit gjithçka në perfeksion. Përveç kësaj, jena edhe profesionistat fushës, domethënë jena një ekip prej so personave që jena ton profesionistë dhe ton mundohemi për këto. Në anën tjetër e kemi një format, i cili shkon 24 orë në ditë, e që aty brenda një hapësire të kufizuar janë disa persona të cilët ndoshta janë konë prezent në media, po asnjëherë si profesionista të medias, domethënë çdo herë në për profesionet e tyre. Sikur kjo bija në këtë rast. E normalisht që prej tyne, në situata të caktuara ka me pas edhe rëshitje, ka me pas edhe fjalës e veprime cilat psikologja e përmendin mjaft mirë, kanë me ndiku jashtëzakonisht keq tek ata të cilët i shikojnë. Fatkeqësisht tek ne mungon shumë edhe kontrolli prindëror ndaj fëmijëve. Ata baba bashkë me fëmijët e vet dhe me nanën e tyre, domthonë këtë familja nanën dhe e kqyrin Big Brother. Nuk është për fëmijë. Nuk është një emision që duhet mu leju më u këqyrë, do me thonë krejt komplet familja, e të na këqyrët bila është edhe në prime time, do me thonë kuhen kur krejt jena që aty e krejt jena të mos bo kur gjë tjetër përveç se të këqyrë televizion. Po kthejmë prap aty që prej këtyne formateve paqare ka me pas skandale, paqare ka me pas deklarata sikur kjo e cilën po e komentojmë sot, edhe që mandej këto deklarata mujnë me shkaktu edhe mujnë me prish karakterin e një fëmije prej vogëlisë. Nëse ti prej kur i vogël e merr vesh prej televizionit që dhuna është diçka normale, që nëse ta mshon dikush një shoplok është krejt normal, atëherë normalisht që kur të rritesh, edhe nëse ndodh që me psua can thu po okej, se edhe në televizion që shto kanë thonë se normale ka. Çdo herë kena parasysh njerëzit që flasin televizion janë njerëzit të mëshëm. Njerëzit që flasin televizion janë ata që dinë diçka. Domthonë përderisa psikologja po flet sot që kjo është psikologe, edhe normal që kena me ngua dhe kena me ia vlerësu mendimin e saj. E normalisht që njerëzit e thjesht nuk dinë me e filtru çita, nuk dinë me e filtru që prej kujt me marr mendimin. Kushdo që del në televizion, hajtë se mirë paska, po fol ka mirë. Se përket deklaratës, është një deklaratë ekstrem e keqe, shumë e vrazhd edhe shumë e papranueshme. Pavarësisht faktit se në shoplok, domthonë deri tek puna e shoplokës vjen për shkak të një fajet mes njënit prej dy personave. Pavarësisht asaj që ti a e fal ajo personin i cili të godet. Kjo nuk e shfuqizon atë aktin në cilin ai e ka bën ndaj teje. Domthonë pavarësisht nëse kjo Brikena ose kushdo tjetër që për këndo tjetër që e ka pas llafin e shoplokës, e ka fal atë tipin që e ka godit, kjo nuk do me thonë që e shoploku ka normale, kjo nuk do me thonë që herën tjetër ai nuk e godet apet, kjo nuk do me thonë që duhet me u normalizu edhe na me thonë, okej, hajtë se mirë të ka. Zakonisht nuk është për shembull edhe nga produksionet që lejohen këto gjana ose të shfaqen edhe... është vështirë me menaxhu një deklaratë. Është vështirë edhe me u menaxhu prej tyre, po mas shumë të bëhen edhe virale prej fansave, që po i marrin tani edhe në rrjetet sociale, edhe po i bojnë ndoshta edhe më të Janë ndoja. disa gjëra, Gelina, që janë ABC. Brikena ka hyrë me këtë strategjinë e të qenurit gruaja që ky popull e do. Dhe kështu ta fitoj simpatin e të gjitha atyreve që janë shumicë, sepse për shembull nëse një shumicë reagon ndaj deklaratave të zonave ku ne kërkojmë lirinë e grave, del një Briken që është superstar, supermis, alamet femre në të gjitha kuptimet, edhe thot, unë kur të martohem dua të jetoj me vjeri, diçka ka qenë edhe një deklaratë e tillë, dua të zgjohem mëngjes ta pastroj oborin e gjëra të tilla, edhe tash del që edhe shuplaka nuk qenë ka problemi i madh. Pra, unë më shumë e shoh si një strategji të lojës, që ajo e ka mendu para se me hy brenda, por nuk e ka llogarit damin që është duke ju bë vajzave të reja. Dhe nëse flasim për damin, hajde po flasim për të njëjtin format të para disa viteve. Ka qenë Beatrix Ramosaj dhe Donald Veshaj. Dhe është një gjykim i çuditshëm i popullit pastaj kundrejt këtyre të dyve, sepse u krijua një lidhje dashurie mes një vajze që ishte single brenda atij formati dhe një djali që e kishte një lidhje jashtë të lënë pezull, sa po kishte pranuar brenda një befasi prej të dashurës së tij, shprehte dashuri për të dashurën e tij dhe papritur
fillon e shprej pëlqim edhe për Beatrixin që është brenda, është single dhe ajo sikur u bë konfuze brenda atij formati, e fillua një lidhje bashk dhe çka ndodhi? I gjithë ky popull e gjykoi Beatrixin që ishte single e nuk po e tradhtonte askënd. I gjithë ky popull e ngriti në piedestal Donaldin edhe i dha duar trokitje, i tha bravo, bravo që arrite me enzon, sepse kështu mendohet Beatrixën brenda, bravo që arrite me dal jashtë edhe me e kthit borën jashtë. E dërguam në finale. Edhe shkoj në finale, por çfarë ndodhi? Njerëzit thonë që Beatrixi e ka përjetuar shumë keq, pastaj pjesën e gjykimit prej njerëzve dhe prej masës, por Beatrixa ka qenë viktim. Për çka unë i bëj thirrje për këtij misioni, nëse ajo po na sheh, le të rikthehet më fort se kur, sepse Beatrixa ka shumë për me dhënë. Ajo është një shpirt i pafajshëm, një vajzë e cila është quajtur naive, por unë besoj që ka qenë prej atyre vajzave të cilat kur dashurohen besojnë shumë, dhe ajo nuk i ka llogaritur rregullat e lojës. Duke mos i llogaritur rregullat e lojës, është dalë viktim për këtij formati dhe njerëzit pastaj kanë filluar me komente të tmerrshme në drejtim të saj, por jo në drejtim të Donaldit. Askush nuk e ka ngrit gishtin përballë një burri i cili në fakt luante me dy karta, me një grua jashtë dhe me një grua brenda. E njëjta gjë po ndodh tashmë edhe në formatin Big Brother VIP Kosova, me këtë djalin që hyri brenda dhe luante sa me Albën sa me Dolçen Limi. Po i shoh këto sepse isha zotuar më herë që nuk do merrem me Big Brother, po duke e pa impaktin, unë mendoj që ne nuk duhet të mos miremi me Big Brother, ne duhet të reagojmë kundrejt efektit negativ që mundet me pas në shoqëri, sepse nëse ne e normalizojmë një burr i cili hyn në një format edhe luan me dy vajza dhe luan aspektin e kontrollit edhe tregon se çka do të thotë ta kontrollosh një grua, ta nështrosh një grua, kemi par 24 orë në shtat një grua e cila ka qarë, është përgjëruar, nëse nuk jeti... Pasha, me thajnë që këta e kam për loj? Shiko, edhe nëse e kam për loj, sepse unë thash edhe më herët, edhe nëse Brikena e ka për loj këtë deklarat, a e mendojnë efektin negativ që e kanë 8 të tjerët. Një vajzë tjetër që mund tjetë super e dashuruar, mund të humbë respektin për vetën, duke pa atë vajzën Albën, e cila përgjërohet për një burë. Jo, vajza, ju nuk duhet përgjëroni më në bura ka plot. Unë 100 herë këmë thonë, që një burë e gjenë një burë. Dhe tash paramendoje, me ardhe dhe me pa në një format të tillë, një vajzë, teksa e humbet komplet respektin për vetën, për kë? Për kë? Dhe pastaj normalizohet dhuna, sepse idolizohet ai burri. Idolizohet burri, dhe kjo problemi. Gratë duhet ta kuptojnë që fillimisht duhet të kenë respekt për veten. Një shuplak, gjithçka përfundon dhe involvohen organet e rendit. Një shuplak në polici. Jo zonja dhe zotërisë, nuk do e normalizojmë dhunën. Një shuplak sot, një plum nesër. E pastaj po dalim po qajmë për gratë e vajzata. Brikena na ka bërë të gjitha grave një kërkim falje kur të del për Big Brother. Ndoshta po gjykojmë shumë një deklaratë të Brikenës, po harrojmë që aty po shohim edhe sjellje agresive direkt të burrave. Përmendje Limin dhe gjitha të presionin psikologjik në të cilën po vazhdon emisionin 3 orë. Edhe shumë interesant që nuk po gjykohen këta burra. E për shembull, Limi halal i kof, shumë mirë. Po idolizohen madje, po pëlqejnë. Edhe me Dolçen edhe me Albën. A për shembull, mandej gratë që po mësojnë. Rogerti është shembulli që s'duhet me qenë hiç aty. Unë dëgjova me shqetësim deklaratat e tij kur pyetjet i bëj ke Ledioni mbrëm, tha cilat janë vlerat e tua. Me fitu çmimin. Do të thënë, me fitu çmimin është qëllimi i tij dhe nuk ka më vlera. Gjithçka tjetër ka me toleru në sjelljen e tij është gjendje me bërë gjithçka për me fitu çmimin. Për mua kjo është një sjellje e rrezikshme të cilën ai po e tregon haptazi. Dhe produksioni po e lejon të futet në një dhomë të reflektimit. Do të thënë, dikush tjetër nxirret me një zarf të zi për një sjellje, ndoshta më të lehtë se kjo, ndoshta edhe të ngjashme, po dikujt tjetër i ofrohet mundësia me shfaq sjelljen e dhunshme dhe nuk vendoset të nxirret jashtë. Do të thënë, gjithçka apo arsyetojmë gjithçka për lojë, apo arsyetohet edhe dhuna për shkak të klikimeve, për shkak të atyre mesazheve me të cilat fitojnë produksionet, po, jemi të e pa çdo ditë që po arsyetohet nga vetë produksioni dhe kush është duke kontrollu këto emisione. A kemi një autoritet regulativ
të medjave që po merret me këtu raste. Për mu, Rogerti mbrëm është dashur medalë jashtë. Në çdo situatë është i dhënshëm, në çdo situatë është duke denigru dinjitetin e secilit aty dhe nuk për mu nuk është shumë shqetësuese vetëm një deklaratë e dikujt. Sjellja e dikujt tjetër që është vazhdimisht në sulm ndaj banorëve për me fitu një çmim është e papranueshme. Thash, imagjinoni në futboll. Është lojë milion që njerëzit fitojnë miliona në futboll, por nuk tolerohet dhuna. Çka po bëjmë na, po tolerojmë dhunë 24 orë në një show i cili është dashur të paktën minimumin e disa normave sociale me respektu. Paktën le të jetë edukuese dhe argëtuese, pastaj le të fitojë ai që di të bëjë lojë më mirë, po jo mbi bazën e dhunës. Është problem me Ka disa kritere. Është problem me kon emision argëtues kur të fillu prej përzgjedhjes të njerëzve cilë të futën aty. Aty deshta me dalë. Tash është bë problem kush po hyn brenda. Kush janë ata? Sepse po i quajmë VIP. Po, ndërkohë shumicën prej tyre nuk pinjohem derisa pishohem. Kush është VIP? Kush është VIP? Najna ta të folë në realisht në dy paralele për njëherë, në anën deklarata dhe në anën tjetër komplet formate. Unë menoj që problemi më i madh që e kemi na si shoqëni është ajo që na menojmë shumë për veti, për unin tonë, se sa për të mirën e përgjithshme. Edhe që kjo është ai problemi madhor që mandej derivatet e tij janë me qindra probleme të cilat i kena si shoqëni, qoftë në politike, qoftë në media, qoftë në sport, ku dush, ku të preksh. Domethënë problemi jonë si popull është që na kemi unin shumë të madh, dojna që paqare veç na me fitu edhe tani tjertë nëse mundin me marrë në sen gjatë rrugës le të marrin. Këto është edhe problemi. Ama kështu duket edhe kemi në gjak, kemi qef mund për lak kështu. Po Big Brother si format në krejt botën është i tillë. Le të jetë një debat edhe i zhurmshëm, bazuar në disa rregulla të cilat nuk thehen. Është në rregull me pas debat, ne nuk jemi kundër asaj. Lutem nuk i thuhet një personi të verbër publikisht as personalisht të ka dënu Zoti. Kush është ai? Me çka të ka dënu ty Zoti pra, zotëri? Do thënë është për mua është tepër shqetësuese një deklaratë e tillë. Edhe çka ndodh, i jepet hapësira ai me arsyetu veten dhe bëhet 2 orë në prime me këtë temë, me të, i cili në asnjë moment nuk shfaq shenjë që pendesës, që ka reflektuar dhe që ndihet fajtor për atë që tha, se ka mujt me qenë në një moment tensione dhe i ka dalë prej gojës. Në asnjë moment ai e arsyeton, unë nuk e përmenda verbrin e tij. Për çka i thet ka dënu Zoti pra? Do thënë, ata që din me bo dhunën, ata gjejnë edhe shumë mënyra për me dalë prej saj, sepse manipulojnë situatën dhe personave të tillë nuk duhet me u dhënë hapësira për me arsyetu dhunën që e kanë bo. Thjesht duhet produksionet me vepru me zarftëzi. Vetëm një formë na ndihmon me ndal dhunën, reagimi i shpejtë. Vetëm forca e ndal njërit fortë. Gjithçka tjetër është viktimizim dhe gjithçka tjetër jep atij fuqinë me shfaq dhunë tutje. Problemi është, unë nuk është që përcjelli Big Brother, asnjënin prej dy formateve, as nuk e kam përcjell asnjëherë, pa çka se jam në fushën e medias, po thjesht nuk shoh diçka që ka për më u këshyr atë. Kjo që po përmend ti, Zorfi Zinën kupton me dal për atë. Nëse aja dërgon Zorfin e Zi, çaj person del. Nëse ai person del, nuk ka video. Nuk ka reels, nuk ka shikime. Ka persona të tjerë që mujnë me bëv reels me gjana tjera. Problemi është që media duhet me lujtë rolin edukativ. Që kjo është më e rëndësishmja që tek ne nuk është tu bo. E kemi një nanën tjetër të Big Brother Kosovës, e kemi një djalë shumë të mirë lëndrimi, i cili po jep show dhe po merr klikime në Brazil, në krejt botën, me çka? A është u bë sjellje të dëmshme? Jo. Po merr shikime dhe klikime, kështu që produksionet mujnë me gjetë personazhe të tilla. Qëta nuk kemi të do me e gjetë rrugën, edhe në që të ashta me dalë, që dojmë me e gjetë rrugën dhe të qaj, edhe dojmë me eduku poplën e kosështë që edhe që kjo e mira mundet me u shiku, edhe që kjo e shikuet. Ka një moment shumë i bukur që nisi prajmi në Shqipni mbra me atë vallëzimin e bukur. Dhe më thonë, të knaqës shpirti kur shet diçka. Mos harrojmë, jemi bo në media, jemi tu bombardu me debate, me kritika, me dhunë, vazhdimisht edhe po mungon arti, po mungon një këngë e bukur, po mungon një teatr, një film, një diçka e bukur që kemi me pa. Kështu që mediat, mendoj që jemi fed up, jemi
ngopë, jemi ngi me qëto shfaqje të qëtyne skemave të dhënshme në media. Është moment që duhet seriozisht mediat me reflektu e me ndodhë diçka e mirë. Na përmendëm ma herët kriterin e përzgjedhjes, përderisa që ata persona që janë aty quhen VIP. Me VIP në kuptojmë që çaj person bën pjesë në elitën shoqërore. Nëse dikush është elit, do me thonë që çaj njeri ka mri diçka dhe çaj njeri mundet me na mësu diçka dhe mundet me na dhon diçka. Momentin që na i thojnë dikujt elit, do me thonë që na do të mi pas sytë të çaj, edhe me thonë prit tek qyrëm, çka po bën që ky, te bojmë edhe na se ky ja ka dalë, edhe ky ka njeri i suksesshëm, pas ka mri diçka. Ndikimi është jashtëzakonshëm. Ndikimi është shumë i madh. Edhe dashëm e zdashëm, ky ndikim është prezent te secili prej neve, dhe ata që nuk e dinë që po ndikohen, edhe tek ata është prezent ky ndikim. Kështu që në momentin që na i shfaqëm personat e tillë, cilët reklamojnë në dhunë, reklamojnë gjona prej më të errtave, më të këqijave, atëherë normalisht që nesër kemi me pa që kena me pas shumë prej tillë. Shumë prej tyne në shoqëri. Në fakt, unë jam çuditë goxha shumë mas deklaratës së Brikenes i kom marrë edhe disa reagime të njerëzve të cilët më kanë thonë po edhe unë mendoj si Brikena, gratë të ndryshme. Por du me tregu vetëm një rast të shkurt. Kemi qenë në një prej debatave të zanave dhe unë kam bë thirrje që vajzat të mos e durojnë qoftë edhe një shuplak edhe të tilla, sepse aty fillon aty nis gjithçka. Edhe më pas e kam pranuar një mesazh për një vajzë që thotë kam qenë mu në periudhën kur e kam përjetuar shuplakën e parë dhe kam qenë duke mendu ati falja ta lot krokodili të ati manipuluesit dhënues që i ka kërku falje, apo të shkoj tutje kur më ka dalë video jote edhe më ka thonë mos e tolero shuplakën e parë. Tha dhe aty e kom bo kthesën. E këtu po du me dalë, të ndikimi që vajzat e kanë, po menoj e kanë njerëzit të vajzat e reja, sidomos unë hallin e kom të vajzat e reja, sepse ato mund të jenë prej e dhunuesve dhe manipuluesve. Një manipulues di të jetë sharmant, di të jetë i ëmbël, di të jetë i dashur, dhunan, pastaj kthehet kërkon falje, pastaj përsëri dhunan, pastaj përsëri kthehet kërkon falje se do të jetë hera e fundit, pastaj përsëri është në dozën e dhunës, pastaj kthehet dhe kërkon falje dhe në këtë formë gratë mbesin në ciklin e dhunës. Prandaj është e rëndësishme të mos tolerohet shuplaka e parë, sepse aty nis cikli i dhunës. Dhe prandaj unë bëj thirrje, sepse njerëzit shumë shpesh e kuptojnë shumë bukfalisht, është një shuplak. Dhe te me një shuplak po do me rënu krejt kështjellën. Po, me një shuplak rënoje krejt kështjellën, sepse kanë fillu me u heq tullat nga poshtë. Dhe një shuplak është heqja një tullë, pastaj tjetra dhe do të shembet dikur kështjella. Prandaj është me rëndësi të shpjegohet në këtë formë për vajzat e reja, për gratë të cilat janë në situata ku e durojnë dhunën, janë në ciklin e dhunës, që ta kuptojnë fare qartë që dhunuesit, abuzuesit nuk ndryshojnë dhe se kur fillon me një shuplak, ajo ka me vazhdu. Nuk mbetet aty me një shuplak. Nëse pas shuplakës parë merë dënimin e meritum personi, vetëm pas dënimit të meritum reflektohet. Pa e marrë durim atë... Prandaj polici, me njere, një shuplak në polici. Seriozisht. Edhe kjo, unë mendoj që edhe që kjo qasje jotja Paulin është kogja egrë. Ekstremiste, a? Po, është ekstremiste, se jena, përderi Po flasin për sjellje ekstremiste. Po përderi e thamë fillim, ajo që ka na thojna merret si shembull prej të tjerëve. Çka ka ekstremiste këtu? Nuk është me përgjithsu për krejt, nuk është me jo thonë krejtve. Psikologja po besoj që mundet me na ndihmu në këtë drejtim që secili njeri është një karakter unik në vete. Edhe po besoj që me secili njeri nëse punohet si duhet, ndoshta edhe mundet me orë deri te rezultati, pa dashur me normalizu dhunën në asnjë lloj rrethone se kjo nuk do. Për shembull në Australi, po thonë nëse t'japet një shuplak me fal. Ose me dhonë edhe një shansë. Nëse ka zgjidhje tjetër, mundet me shku deri te që zgjidhje tjetër. Cila është zgjidhja tjetër pas dhunës? Dhuna nuk ka zgjidhje. Po okej, amon nëse pas një shuplakës mundet me u normalizu situata, ajo është diçka shumë më e mirë se sa mi po dy njerëzit ndonë në rrugë nesër. Është shumë më e mirë me u ndo se sa me te i kalu mos respektin që dikush ta bën duke tro. Me tro shuplak është fundi.
Na nuk Mos e dim arsyetime. reagimet në momentet të dhënshme, na nuk dim se si me reagu. Edhe ky debati që po ndodh tash mes juve dyve po tregojmë pikërisht këto. Çka bëjmë na kur ndodh një rast i dhunës? Çka bën ti nëse tash unë të më shoqë plak ty në studio? Thiri polici. E thirr polici. Do thonë janë forma të cilat ne duhet të mësohemi si të reagojmë në momentet të dhunshme. Çka ndodh kur shfaqet një sjellje e dhunshme në shkollë? Lajmërohet për shembull kujdesari i klasës, drejtoria e tjerë. Lajmërohen organet kompetente për shkak se personi ka shfaqur një sjellje të dhunshme. Dhe nëse unë nuk jam i dhunshëm përballë ti në këtë rast, unë nuk mund t'ja kthej në të njëjtën monedhë. Ka raste kur të dy janë dhunshëm edhe fillon konflikti, mundet me çu deri në vrasje. Prandaj po flasim për një sjellje të papërshtatshme e cila kërkon ndërhyrje institucionale dhe tutje do duhet të kërkonte edhe trajtim, sepse një person i dhunshëm, ai person po vuan një gjendje të tij emocionale ose psikologjike. Dhe në botë njerëzit e dhunshëm obligohen të njekin tretmanin për shembull për menaxhimin e zemrimit. A ka kushte të tilla që ai njeri për shembull i dhunshëm me shku me u trajtu për vete? Nuk mund me vete? Por veç edhe diçka duheni me kuptu që gratë nuk janë qendra rehabilitimi për burra që kanë probleme. Me shku me u trajtu, shkon trajtosh të profesionistët, edhe jo mi a vendos barën mbi shpinë gruas, që që ka Kjo nxjerrë pe kontekstit nëse e morëm si kështu. Po të kuptoj çka e të thonë. Paulina po reagon për jashtë për ty. Që ndër vite është konsideruar se gruaja e mirë e zbut burrin e vështirë. Po. Kështu që ndër vite bara që i takon Antigonës si profesioniste, i është gjujt asaj gruje që e ka duru dhunën, është desh me mendu qysh me zbut atë dhunuesin, edhe në këtë rast ka qenë viktim e trefisht, edhe i ka pas 10 role. Kështu që duhemi me u zhvesh prej përgjithësis që ne duhet me e zbut ose me e trajtu dhunuesin. Dhunuesin mund të trajtojnë fillimisht organit e rendit për dhunën që ushtron, e pastaj duhet me ndihmu familja dhe rreth i tij me profesionistët e shëndetit mendor. Një grua nuk është e obliguar që të jetë në shërbim të dhunuesit. Ajo është viktim dhe viktima duhet të distancohet nga dhuna. Kështu që kjo është ajo që na po shumë raste në shoqërinë tonë që gratë kanë ndërruar shumë edhe dhunën në familje, edhe po besoj që ndoshta sot janë plak me qatë njeri edhe ka durur. Edhe halo e durojnë edhe tutën për ti ose jam sojnë këshilla që ja u japin fëmijëve tyne e mbesave që dura, se dush me duru, nuk duhet me prish martesën për pak për një shuplak. Çka ndodh në një sjellje ku them rregullat në trafik? Marim një dënim. Edhe pse se kemi dëmtu dikë, për shembull kemi hyrë të kuqen se kemi shkel askënd, por na marrim një dënim sepse kemi thyrë rregullat. Edhe kjo, kur dikush lëndon tjetrin në çfarë do forme, qoftë psikologjike, qoftë po flasim për njerëz të cilët duhet me marrë përgjegjësi për sjelljen e tij. Është një sjellje e papërshtatshme dhe sjelljet e papërshtatshme duhet të dënohen. Është e vetmja mënyrë qysh me përmirësu sjelljen. Kur ti han dënimin 10 herë në trafik, s'ki çare pa rregullu sjelljen. E njëjta duhet me ndodh. Edhe një shuplak duhet me u ndëshku. Tash a është divorci ndëshkimi, a është forma tjera të ndëshkimit, atëherë mbetet me u diskutu varësisht prej situatës. Por çdo sjellje papërshtatshme për me u rregullu duhet me u ndëshku dhe nuk ka një formë tjetër me të mirë ajo sjellje me u rregullu. Në asnjë mënyrë mos më normalizu ajo, mos me e kalu, siç thonë ana. Patjetër, mendja nuk mbushet mend nëse nuk e ka vujt pasojën. Që me përmbyll edhe këtë diskutim që e patëm me të Bashel edhe Leon me pyet edhe për një pyetje Maseviçi edhe mashkull apo burri vetëm në këtë studio dhe kem të fol për te kamermana. Se mas kamerë, sa as më shihen, me noaj në debat. Do me thanë që kem të folë për Donaldin, për Limin, për burrat që kam pas paraqitje në këto show, e që nuk jenë paragjyku, jenë cilësu si Kazanova ndoshta, me bosa, me femra brenda, prej anës tonë si një burr. Tregom pak gjykimin edhe mendimin tënë të publikut ndaj këtyne burrave. Unë e thash më herët që publikut, çka do që na t'i ofrojmë, kjo punë është sikur një furrë në një fshat që është e vetmja. Nëse aty ka më ushtit bukë e ligë, paqare që këtë fshat e ka marrë bukë të ligë se s'kanë me pos zgjidhje tjetër. Nëse në media ofrohet çdo herë bukë e ligë, paqare që bukë të ligë kanë me hongër, se vallai s'kanë zgjidhje tjetër ata.
Kretë varet tek ajo se çysh na edukojna publikun edhe masën në tërësi. Nuk është shembull i mirë. Për kundrazim me thonë nuk është shembull i mirë, po më duket pak. Domthonë është shumë shembull i keq, nëse na edukojna publikun që mashkulli i mirë dhe mashkulli i fortë është ai mashkull i cili mundet me i bë 2-3 femna për vetet në jetën kjo është fundi. Ma poshtë për një mashkull nuk ka ku me shku për të keq. Po thjesht duhet me mri që të mendësi me instalu që shdohet edhe tek populli. E pse nuk po gjikohet lime që po i ka 2-3 femra brenda, po gjikohet ma shumë dolçe që e ka pas që është putë për shumë me Edin, me limin, po gjikohet për shumë shumë ma shumë ajo si sepse gjykimi vigëruar është më i rëndë. Po normal se na jena mësu gjithë herë që femnat me gjiku shumë ma shumë se sa me shkojt. Do me thonë çdo herë femnat janë konë ma të gjikume, target ma i letë sa me shkujt, se me shkulli natyrshëm mbrohet ma kollaj, natyrshëm mbrohet ma letë, edhe femna Po dhe pe vëzhlisë në shtaj mësojmë, Kjo është një mentalitet i instaluar. A qikë nuk e vesën, a ka në ideal që po të pëlqen. Është një mentalitet i instaluar në shoqërinë tonë, që me gjiku ma përpara një femën se sa një mashkull, po çka është me rëndësi tjetër për te i kësaj është edhe psikologjia e fajit. Disa njerëz bojnë fajin dhe e majnë atë qëndrimin e jo fajtorit dhe të bindin me qëndrimin e tij e bind publikun që unë jam okej. Do të thonë ai hyni dhe deklaroi veten unë jam kështu, unë jam ashtu, unë jam shpirt i lirë, unë nuk marr u zhvesh për përgjegjësisë ndaj një femrës. Edhe çka ndodhi me publikun e pranum se këtë tregoj çfarë është. Dhe na duhet ta pranojmë ashtu si është. Jo gjithçka duhet pranohet vetëm për faktin se e tregoj si është. Domethënë qëndrimi i viktimës na bën edhe ne me pa tjetrën si viktimë. Qëndrimi i të fortit na bën automatikisht, domethënë ka lujt pak me psikologjinë e publikut në këtë rast. Normal. Okej, që me përmbyll ndoshta këtë diskutim e këtë debat e kishim përmbyll me një këshill dhe një mesazh të mirë për këtë ata që po na shohin këto momente. Hajde për juve të trave. Në fakt, derisa e nisëm me qatë çështjen e shuplakës, po jap kryefjalë. Nëse bëllë vende që ta po me ne këshilla dhe thirrje. Po jap kryefjalë faktit që të gjitha ato gra, vajza të reja të cilat po na shohin, është shumë e rëndësishme ta kuptojnë që respekti për veten është mbi të gjitha dhe është shumë e rëndësishme ta kuptojnë që gjykimi i të tjerëve nuk është realiteti i tyre. Atë se çfarë thonë të tjerët për ne, nuk na përkufizon neve si njerëz, sepse nëse lexojmë komente ne që jemi gra të cilat ekspozohemi në publik, sigurisht kemi me pa se shkruajnë zjeter, por a mendoni se unë ndikohem nga ajo, a mendoni se unë përkufizohem nga mënyra se si të tjerët më shohin mua? Jo as pak. Prandaj është shumë e rëndësishme që gratë të kenë respekt për veten fillimisht, e pastaj të kenë respekt për të tjerët. Në momentin që respekton veten, ka me të respektuar edhe të tjerët. Prandaj është shumë e rëndësishme të thoni stop kur dikush i kalon vija dhe limitet të cilat ju i keni përcaktuar. Vija e parë e cila nuk duhet lejuar asnjëherë të tejkalohet është kontakti fizik i padëshirueshëm në çfarëdo forme në aspektin. Edhe nëse dëshiron kontakt seksual dikush pa dëshirën tënde, sepse shpesh edhe në martesë keq kuptohet çu ndodh dhuna seksuale në martesë. Në këtë popull edhe kjo ndodh. Por ndodh. Nëse thot jo, është jo. Edhe nëse është e zhveshur komplet një vajzë, edhe thot jo, është jo. Prandaj kemi shumë punë me eduku këtë popull, edhe me kuptu që ne nuk po kërkojmë që gratë t'i shkelin burrat. Ne po kërkojmë që gratë dhe burrat të jenë të barabartë dhe të respektojnë identitetin e njëri tjetrit. Kjo është ideja e gjithë këtij muhabeti dhe promovimi që ne e bëjmë gjithmonë në emisionin tonë. Më duke që i tha Paulina krejt nëse keni me shtu diçka, jeni të li. Në një shoqëri ku normalizohet dhuna, dili zot vetës dhe mos lejo me tra asnjë stërpik e dhunës mbi trupin apo shpirtin tonë. E bukur. Unë mendoj që duhet ju bëj thirrje këtëve mu largu sa më shumë për rrjeteve sociale prej gjanave negative, prej gjanave që ta mushin trunin me informacion që nuk të vijnë hiç kur gjë, e që ma vonë mundet me ndiku kogja se shumë në jetën tonë. Fokusoheni tek gjanat cilat ju bojnë mirë, lexoni diçka, mësoni diçka që ju duhet për jetën, se ka shumë më shumë vlerë se sa rrjetet sociale. Faleminderit shumë të trave që keni qenë sot në #Gjesa dhe pak a shumë diskutuam për fenomenet të shoqërisë tonë. Faleminderit Paulin. Kënaqësi. Faleminderit Antigon, edhe Leo, faleminderit shumë. Këtu bashkë